E do ai Eglin, e do Egli atë. Dhe le t'i themi gjërat hapur siç janë. Nëse do flasim në aspektin njerëzor të dashurisë, ne nuk mund ta gjykojmë sepse ne nuk dim vetë se si dashurojmë në periudha të ndryshme të jetës. Le të bëhemi njerëzor këtu. Nëse do flasim, Ronaldo, nëse ti të dashuroj një vajzë, do e lejoje që të denigronte veten deri në atë pikë? Dhe kuptojmë veten kur Ronaldo, përgjigj pak lutem, nëse ti do dashuroje një vajzë. Do e lejoje që të denigronte veten deri në atë pikë sa e ka denigruar Egli? Varet rrethanat ku ndodhesh. Rrethanat ku ndodhesh? Rrethanat ku ndodhesh. Dhe sot jemi përballë. Ti shikon që ajo femër po fundoset dhe ty të pëlqen ta shikosh në atë pikë që po shkon. Atëherë, varet nga rrethanat ku je dhe këto dy njerëz janë në Big Brother për të fituar 100.000 euro. Po pra unë po luaj ta kam thënë po aktrojnë. Çfarë do ndodhi Ronaldo sipas te nga ky moment? Ja them unë çfarë do ndodhi. Vëllai e motor përfundojnë në gjyq për 10 milion lek borxh apo për 1-2 lymtor. Le të bëhemi fair. Jemi përballë një fakti, Heidi. Unë vjet kam thënë në përfundim të fan klubit, pavarësisht që Egla Cena e kisha kritikuar për 3 muaj me radhë, ama në fund i dhash hakun dhe thash kush e ka bërë këtë Big Brother? Këtë Big Brother Treshin e bëri Dhoma e Bardhë, që bëri Egla Meritonin. Pyetja është kush e bëri Big Brother 4? Çfarë do të mbajnë mend njerëzit nga Big Brother 4? Dhe unë jam i sigurt që do të mbajnë mend Eglin dhe Gjestin. Dhe le t'ja japim hakun. Ore nuk kundërshtoj këtë pjesën. Çfarë do ndodhi me raportin e tyre? Trojnë të dy, ama dhe këtu duhet ta theksosh. Çfarë do të ndodhi? Unë nuk besoj që kam për të finalizuar një raport 2 javë para finales. Nuk mendoj që do ta bëjnë këtë gabim. Mendoj që do të ata janë pa parashikueshëm dhe mund të bëjnë çdo gjë. Po jo, unë nuk mendoj që janë kaq robotik ose të paktën nuk dua ti mendojnë njerëzit se kur janë kaq robotik dhe i bëjnë gjërat kaq me llogari, sepse 24 orë në kamera diku do dilte ajo. Gjë që ti mund të kishe vërtet për brenda nëse do aktroje kaq shumë, mendoj unë. Po për lojë, në funksion të lojës, Egli do i vlente njëri bashkim me Gjestin? Si mendonte? Unë mendoj që Egli nuk është mjaftueshëm e qartë që të ndaj lojën nga jeta reale dhe mendoj që ajo është vërtet e përshirë emocionalisht, kështu që nuk mendoj që do i shërbente në ndonjë mënyrë. Mendoj që ata të dy duhet ta këtu brenda mendoj që nuk duhet t'i japin shumë, nuk duhet ta vazhdojnë, duhet të shkëputen, të qëndrojnë të shkëputur dhe nëse i japin një shans. Më fal, ti po thua që në publik emocional apo jo, ky ribashkim Eglin do e ndihmonte? Nuk e kam fjalën për në publik, se unë i shoh gjërat, unë jam shumë. Po pra është pyetja në publik, në lojë, në Big Brother. Dhe i shoh gjërat se çfarë është mirë për individin. Emocionale apo jo? Po pra. Publiku përshtatet pastaj çfarë bëjnë ata të dy, publiku do i kuptoj, fansat e secili do i kuptojnë. Okej, kështu qëndron. Ti thua ajo e ka emocionale, kështu që kjo do e ndihmonte sipas teje? Nëse bashkohet me Gjestin. Tani unë nuk e di sepse varet çfarë editimi bëhet në TikTok. Do thënë çfarë se editojnë me muzikë dramatike apo me muzikë dashurie. Po tani se Big Brother nuk është në TikTok, është 24 orë ka një fanbase shumë cilësore. Më fal, Edi. Unë mendoj që po shipe. Unë mendoj që po. Kur Ronaldo tha do mbahen mend, po si do mbahen mend? Dhe a do ta doj, a e do në fakt Ronaldo Gjorgjinën, kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe. Unë e di si e mendoj, mendoj që Gjesti e ka lojën me Eglin. Ai po e bën më tepër për lojë këtë afrimitetin ndaj Eglit, nuk e mendoj 100% që Egli po e bën afrimitetin ndaj Gjestit sepse e do, po thjesht sa asaj i konvenon kjo lojë. Po e bën për lojën e vet apo për lojën e Eglit? Normalisht po e bën për lojën e vet. Dhe për pjesën tjetër, sepse i bie Heidi u fut për të marrë dinjitetin dhe i bie të shkeli me këmbë dinjitetin e vet aty brenda vetëm për finalen. Po pse më shitë shumë e çfarë të pëlqente loja e pisës? Dhe sidomos, nuk e kam, unë jam në rregull. Po pra ty të pëlqen loja e pisës? Të pëlqen një lojë mashtruese, të pëlqen një lojë manipulatore? S'ka problem të çaj denigron veten, se ty këto nuk pëlqente. Sepse ti ke shembull në fillim. Se ti vetëm po do të flasë ajo, po di koherente me atë që thua. Nuk ka asnjë lloj problemi nëse Egli e shkel dinjitetin, se fundi është i vetë, nuk është. Më fal, çfarë është dinjiteti? Nëse ajo, dinjiteti ai që shkoi të marrë Egli aty brenda, karakteri, vlerësimi që ka për veten e saj, më fal tani. Ta mbaroj pak, nuk po flasim për dinjitetin, Ronaldo ta dëgjoj pak shqipen deri në fund të luajtjes. Njerëzit mbajnë mend fillimin dhe fundin. Jo, njerëzit mbajnë mend çdo gjë. Dhe nëse fundi është në pod rroft dhe mbizotorov dashuria, dashuria kush dashuri, nëse se Gjesti e ka ulur Eglin deri në pikën më të fundit që i ka thënë ti nuk je mirë dhe ty kjo lojë të ka bërë dëm këtu brenda.
Kush ç'a dashurie, për ç'a dashurie po flet, më për ç'a dashurie? Dashuritë janë të ndryshme shqipe. Ti më dukesh që shikon televizor, Big Brother 1, Big Brother 2 dhe nuk e thith se çfarë bëhet aty brenda. Pse? Sepse ti mendon këtë pjesën e dramave. Ti ke vajtë në finale, unë s'kam vajtur, patjetër që kanë vajtë në finale dhe e di shumë mirë se ç'a po bëhet aty brenda. Po nuk e fitove. Dhe ideja jote pikërisht se e blen. Dhe ideja jote është kaq. E rëndësishme është që këta të dy të mbahen mend dhe të bëhen skupe për këta të dy. Nuk mjafton kaq, Ronaldo. Çdo gjë duhet të jesh i sinqert me publikun, sepse kam kuptuar diçka Edi. Kur nuk isha në Big, thoja njerëzit nuk e kuptojnë aq mirë Big Brother. Njerëzit shohin detajet më të vogla. Kur kam qenë në Big, kam kuptuar që njerëzit të kuptojnë aq mirë sa ty nuk të kupton as personi më i afërt aty brenda. Që mendojnë se di lojën tënde, por në fakt nuk di asgjë. Mua për shembull disa më kanë kuptuar, disa s'më kanë kuptuar fare, disa më kanë keq kuptuar qëllimisht. Në fakt le të flasim pak për Bigun Activity. Sikur të kanë kuptuar. Dea, cilat janë gabimet e gjestit në këtë raport? Po çaja më zysh. Jo, gabimet janë që nuk i ka vënë kufit e qartë në bazë të ndjenjave që ai ka pasur. Pra nëse ai ka pas thjesht pëlqim, ti vinte kufi thjesht për pëlqimin që ka pasur dhe mos e ushqente si diçka më shumë. Po fundja dhe gjesti është një djalë 24 vjeç mbas